Jezusi, Isai, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Është njëri ndër profetët më të zgjedhur të Allahut lartësuar. Por është njeri, nuk është as Zot dhe as biri i Zotit. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Badi'u s-samawati wal-ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla shay' wa huwa bi kulli shay'in alim. Lexoja përkthimin, ajet kuranor. Si të ketë Zoti i gjithësisë fëmijë, ndërkohë ai nuk ka bashkëshorte, nuk ka nevojë për bashkëshorte, është mangësi për Zotin e gjithësisë të thuash se ka bashkëshorte. Allahu i lartësuar nuk është i lindur dhe nuk ka lindur kënd, thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, lem yelid wa lem yulad. Allahu i lartësuar ka dërguar profet her pas here, ka zgjedhur prej robërve të tij njerëz të cilët kanë përcjell mesazhin e të Madhit Zot. Prej tyre është Ibrahimi, Abrahami alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, Muhamedi alayhis salam. Dhe para Muhamedit alayhis salam ka pas edhe shumë profet të tjerë. Por i fundit i profetëve është Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të dhe mbi gjithë profetët e Allahut lartësuar, ndërta edhe Jezusi Isai alayhis salam.